sigurimet shëndetësore të zbatuara, mbulimi i kostës së barnave jashtë spitalore. Lëvizja vetëvendosje në programin e shëndetësisë ka për vizion një popullat të shëndetshme dhe mision ka përcaktuar duke ofruar shërbime cilësore dhe të sigurta. Do të arrijmë përmes objektivave strategjike përmirësimi i cilësisë dhe i qasjes në shërbime shëndetësore, si dhe ruajtja dhe përparimi i shëndetit. Objektivat e përcaktuara janë riorganizimi i institucioneve shëndetësore, modernizimi i infrastrukturës dhe teknologjisë mjekësore, rritja e qasjes së qytetarëve në shërbime shëndetësore, zgjerimi i mbulimit me sigurime shëndetësore, përmirësimi i cilësisë së sigurisë së kujdesit shëndetësor dhe objektivat specifike për objektivin e dytë strategjike janë forcimi i programeve të vaksinimit, përmirësimi i shëndetit të nënës dhe fëmijës, si dhe adoleshentit, parandalimi dhe kontrolli i sëmundjeve dhe luftimi i rezistencës antimikrobike duke fuqizuar kapacitetet për gatishmëri dhe pandemive në emergjencat shëndetësore. Intervenimet që do bëhen janë sigurimet shëndetësore të zbatuara, mbulimi i kostës së barnave jashtë spitalore, shërbime mjekësore specialistike, spitalet dhe klinikat e reja do t'jenë të rinovuara apo të ndërtuara, cilësi e mjekimit, edukimit dhe hulumtimit shkencor, poliklinikat specialistike të krijuara të reja përveç atyre ekzistuese, gjithashtu edhe poliklinika stomatologjike, laborator të avancuar publik, mbështetje e industrisë farmaceutike vendore në prodhim.